Siç po e shihni vetë se jemi tashmë në plazh. Dhe jemi pikërisht te Rana Hedhun. Shumë herë ne shqiptarët e Kosovës, po edhe ju bashkëdhetar, themi që po drejtohemi drejt dhe po shkojmë te Rana Hedhun, atje është shumë bukur. Po ku është pikërisht kjo Rana Hedhun? Shifet dhe pse ka pikërisht emrin Rana Hedhun, është pikërisht sepse edhe këtu vrehet qartë, e sheh ajo tat pjeza e Ranës që shihet që është e hedhur. Dhe me neve është sërish drejtori i turizmit, Renaldo ne kemi me vete. Renaldo, pak sa po të ngarkojmë. Dhe faleminderit që na solli pikërisht tek vendi pse edhe quhet Rana Hedhun. Vendi është një zonë që është më e bukur për Bregdetin. Është e formuar nga era, ku era ka marrë Ranën dhe ka transportuar për këtë malin tonë, duke kriju këtë bukuri të bukur natyrore, e kombinuar me detin, një det shumë i pastër afër kësaj zone malore, edhe ka formu këtë rast unikal në krejt Shqipërinë, po edhe në Ballkan nuk ka kënë Bregdetet tona një rast ku Rana ngjitet deri në 100 metër mbi nivelin e detit. Deri në 100 metër mbi nivelin e detit, do të thotë është e rrallë kjo. Ja shifet atje ajo pjesë. Po. Një ranë që po bëhet edhe e famshme vitet e fundit për hiking, për ngjitjet e sporteve ekstreme. Kemi mësuar të ngjitem në shkëmbim, por pikërisht në Ranë, në këtë nalësi është vërtet interesante dhe besoj ndjej paksa më e rëndë sepse në Ranë nuk është lehtë edhe me u ngjitsi. Edhe për plazh sepse kjo zonë është shumë e mirë edhe për Ranën e trashë që ka, është një ranë shumë kurative me Dhe shumë e thellë, duket shumë e thellë. Një ranë që me shiku për shembull nga bregut ka një vit zezë sepse është me jod dhe shumë e mirë edhe për kurimin e lëkurës, për tiroidet ku ka efekte shumë mirë edhe për atë fenomeni. Një tjetër e veçantë e kësaj zone është edhe zonë me pak e populluar nga dhe shihet që është pak turistat vinë nga Shëngjini apo nga zona të tjera më larg, po edhe ekas për këtë lloj zone ku vinë me vizitu një turizëm më natyror. Kemi shikojmë edhe zona aty që janë afër kampingje, që turistët e huaj kanë dëshirë edhe një ditë vinë me kamperin e tyre, me rulotën e tyre për ta vizituar këtë zonë, po edhe turistat e Kosovës. Po, mundemi pra lirisht me këtu edhe kampin edhe me u vendos pikërisht ku është Rana Hedhun, edhe pse janë hotele të fillim që ne mendojmë dhe e marrim si Rana Hedhun, po pikërisht vendi është pikërisht këtu. Janë disa pika për kamper që ti gjen aty dhe facilitetin që ujë, shërbimet që i duhet atyre. Por edhe veçanta tjetër është që është një det shumë i pastër këtë zonë, një fenomen i kombinuar me natyrës, një det që është edhe pak më i thellë se deti që pjesa tjetër detare e Shëngjinit, ku është edhe më i kombinuar edhe me natyrën e bukur, me pjesën që ka bimësia. Këtë zonë është një bimësi tipike bregdetare, është një fenomen shumë i bukur që po e bën shumë të famshme, edhe po e bën edhe një perlë të Adriatikut për Bregdet. Edhe një mundësi shumë e mirë për ata që dëshirojnë të kalojnë në kamping, jo në hotele të ndryshme, por pikërisht ta shijojnë. Dhe ajo çfarë është e rëndësishme e përmende që ndikon edhe për shëndetin është pikërisht kjo pjesa ku uji njihet edhe për njerëzit që kanë probleme me tiroiden dhe shumë sëmundje tjera, sidomos sëmundjet e lëkurës. Shëndetësor është ajo që t'i afrohemi paksa ujit, edhe të shohim. Dhe duket sa e thellë, mundesh Ili me i marrë pamjet edhe sa shumë ka Rana, sa është e thellë, sa e trash. Janë periulla të shumta gjeologjike që e kanë formu këtë masiv të madh rënë, masiv rënë të madhe, por wow, shifet thellësinë. Sa të madhe ka. Ajo shkon tash deri afro 100 metra mbi nivelin e detit. Është një mundësi që ti përveç ata zona urbane që janë plazhe më të populluara, këtu vjen edhe kalon një ditë më të bukur. Dhe shihet dukshëm që është më e pa prekur, më të themi më e pa eksploruar nga turistët. Kjo ruhet edhe me ligjet veçanta. Kjo është zona e mbrojtur. Zonë e
mbrojtur me kategorinë monument natyre. Duket qartë edhe ajo vija që gjite njerëzit, sidomos në perëndim, sepse ka perëndime shumë bukur kjo zonë, por edhe pas orës 6-7, sepse tani është shumë e vështirë edhe për nxehtësinë që ka rana. Dhe sa bukur duket kjo pjesë dhe është një pushim. me vizitorë që shkojnë Sepse shumë herë ndonjëherë plazhet tona në përgjithësi nuk e ofrojnë edhe atë komoditetin, ka shumë shezllon, ndonjëherë janë shumë afër dhe ako është kjo mundësia e mirë që këtu e ke të themi hapësirën e gjithë botës ku ti lirshëm mundesh me shiu bukurinë e plazhit edhe të detit. Vinë me çadër, pa çadër, mjafton ndoshta me peshqir të shtrihen edhe shijojnë këtë kombinim të bukur të detit, Herans, malin, asaj zhurmës së Çingallave që njihet kështu. Pra duhet të ecin më thellë për me arrit deri këto. Ja, nuk është larg, është rreth 3 kilometër me Shëngjinin, për Shëngjinin. Që këtësisht turistët ta dinë, dikush e din, por të japin kohë vetës që të vinë randën e hellën, sepse kanë më uni shumë kënaqur, kanë më uni këtësisht të relaksu nga kjo. Dhe duket të ndryshe, sikur të takon në një pjesë tjetër. Takon një pjesë tjetër, thash, ti donët freskinë e detit, ti donët largimin nga zona e atij betonizimit që dash pa dash është banë ndër vite, por këtu ka edhe dombesin e qëndrueshme kjo zonë, sepse zonë e mbrojtur, ligjet janë shumë të forta, siç kanë qenë në vitin e parë ku nuk ishte e ndjeshme. Paguhet hyrje për të futur në këtë pjesë? Mjedisor, por sot është shumë e ndjeshme problemi mjedisor. Nuk paguhet hyrje, sepse është e hapur, është për gjithë vizitorët, por monitorohet edhe nga instancat e agjencisë së zonave të mbrojtura për ta mbajtur të qëndrueshme. Me sa po shoh këtu edhe nuk lejohen ndërtime? Ja, nuk lejohet. Dhe uroj të mbetet kështu? Ja, kështu do mbesin kjo, sepse është një zonë strikte e mbrojtur me ligje shumë. Kështu që faleminderit shumë që ishe me neve. Faleminderit ju që erdhët edhe ekspozuat. Dhe që tashmë po e dim pikërisht ku është vendi Rana e Hedhur. Atyre që kanë kohën e tyre për të bërë pushime dhe po e planifikojnë, vinë me hellën sepse s'kanë më zhgënjë. Dhe shumë e vërtetë. S'kanë më zhgënjë. Edhe periudhën e tyre të pushimeve kanë vizituar gjithë këto gjëra që ka. Dhe një plazh me gjithë këtë hapësinë që të takon ty, familjes tënde, a ka kënaqësi më të madhe dhe gjithë ky det, gjithë kjo bukuri e aq më shumë që është shumë edhe më e shëndetshme. Natyrisht uji është i njëjtë, por kjo pjesë njihet edhe për të përmbajtjen që ka uji që ndihmon shumë në sëmundjet e lëkurës, sidomos tek problemet me gjana të teori dhe kur e dim fare mirë se me çfarë probleme edhe ballafaqohemi, kështu që deti jo vetëm pushon, por edhe shëron, mundësi e mirë pse jo për me shfrytëzuar edhe me vizitu.